Lupço Palevski, Velibor Manev, Vlatko Keshishev dhe Bore Videvski janë dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Vanja Gjorçevskas dhe Panqe Zhezhoskit. Mbrojtja e Palevskit ankohet se gjykata nuk ka marrë parasysh asnjë provë të tyre. Krerët e qeverisë kanë mohuar pretendime se ligji i përfaqësimit të drejtë nuk do të jetë i tillë siç edhe emërtohet, ndërkaq partitë opozitare shqiptare kanë vazhduar reagimet lidhur me këtë ligj. Përderisa qeveria lavdërohet se ka krijuar plot 12.000 vende të reja të punës, opozita pyet se në mesin e tyre sa punësime shqiptare janë bërë. Liderët botror janë mbledhur sot në Hag për një samit historik të NATO-s, që synon që të gjitha shtetet anëtare të rrisin 5% prodhimin e brendshëm të bruto shpenzimit të mbrojtjes. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë me edicionin informativ të orës 15:55. Në opinion, ka kohë që shihen si monstrum, ndërsa sot vrasësit e Vanja Gjorçevskas dhe Panqe Zhezhoskit kanë marrë edhe një vull ligjore të këtij imazhi. Lupço Palevski, Velibor Manev, Vlatko Keshishev dhe Bore Videvski pjesën e mbetur të jetës do ta kalojnë prapa grilave. Në anën tjetër, babai i Vanjas, Aleksandar Gjorçevski, i cili ishte akuzuar për ndihmë në grabitje, u shpalli pafajshëm. Prokuroria e Lëndës Ana Stojković paralajmëroi ankesë për lirimin e Gjorçevskit. Mbrojtja e Palevskit ankohet se gjykata nuk ka marrë parasysh asnjë provë të tyre. Burg të përjetshëm për Lupço Palevskin, Velibor Manev, Vlatko Keshishev, Bore Videvskin, të cilët u shpallën fajtor për grabitjen dhe vrasjen e Vanja Gjorçevskas dhe Panqe Zhezhoskit, kurse babai i Vanjas, Aleksandar Gjorçevski, i akuzuar për ndihmë në grabitje u shpalli pafajshëm. Shpenzimet gjyqësore për të duhet të mbulohen nga shteti. Prokuroria e Lëndës Ana Stojković paralajmëroi ankesë për lirimin e Aleksandar Gjorçevskit. Kur bëhet fjalë për Aleksandar Gjorçevskin edhe krahas asaj që gjykata vendosi që të mos arsyetoj qëndrimin e tij, për ne është e qartë se vetëm prindërit e kanë ditur se vajza Adit do të shkojë vetëm në shkollë. Dy nga të akuzuarit dëshmuan se pikërisht babai e ka ndarë informacionin përmes Palevskit. Pa atë info, nuk do të vinte deri te kidnapimi. Avokati i Gjorçevskit Vladimir Tufekçiç kërkoi nga institucionet hetuese, Byroja për Siguri Publike dhe inspektorët policor të këtij rasti të japin përgjigje për çështjet kryesore të hetimit dhe pyet se përse ka qenë e rëndësishme me çdo kusht në hetim të përfshihet klienti i tij. A është bërë defokus edhe atë në mënyrë të vetëdijshme me përfshirjen e Gjorçevskit, para që duhet të jetë e lëndë e vërtetë e hetimit. Në seancë është thënë se që nga viti 2022 janë bërë lista për kidnapim dhe vrasje njerëzish. Me qëllim realizimin e këtij plani, këta njerëz kanë ngërryer gropa. Mbrojtja e Palevskit ankohet se gjykata nuk ka marrë parasysh asnjë provë të tyre. Ky cirk mbaroi ashtu siç filloi. Vendimi nuk mban, e gjithë akuza është rishikuar në të, pa asnjë provë të vetme. Nuk është marrë parasysh asnjë provë mbrojtjes. Avokati i Bore Videvskit Bojan Manev u shpreh se si akuza e prokurorisë ashtu edhe vendimi i gjykatës ishin konfuze. Nëse e dëgjuat vendimin, kishte dy fakte jo pak të rëndësishme. Gjykata i liroi nga grabitja e Zhezhoskit, atëherë si e vran pa e grabitur. Akta akuza është konfuze, njëjtë edhe vendimi, i cili thot se vrasja ka ndodhur në ora 10, kurse e gjithë maqenia e ka parë videon se ai është gjallë në ora 12 në pompën e benzinës. Igor Efremov, avokati Vlatko Keshishev, tha se për klientin e tij nuk është marrë parasysh se ka qenë pikërisht ai që ka treguar për vendodhjen e trupave të pajet. Gjykata nuk i ka marrë parasysh të rrethanat e lehtësuese që janë, se trupat nuk do të gjindeshin asnjëherë nëse nuk do i tregonte ai, kurse vlerësojmë se gjykata nuk e ka marrë parasysh se i njëjti ka qenë në frikë dhe ka vepruar në urdhrat të Palevskit. Gjithashtu gjykata vendosi që 4 të akuzuarit të mbeten në paraburgim, kurse Gjorçevski të lirohet nga masa e arrestit shtëpiak. Vanja Gjorçevska dhe Panqe Zhezhoski ishin denoncuar si të zhdukur më 27 dhe 24 nëntor, kurse më 3 dhjetor 2023 u gjetën të vdekur në afërsi të Shkupit dhe Velesit.
Krerët e qeverisë kanë mohuar pretendimet se ligji i përfaqësimit të drejtë nuk do të jetë i tillë siç edhe emërtohet. Kryeministri Mickoski tha se ligji është për të gjithë qytetarët dhe garanton që përfaqësimi në institucionet publike do të bazohet në përgatitjen profesionale dhe jo në përkatësinë politike apo etnike. Ndërkohë, zëvendës kryeministri Izzet Megjiti ka akuzuar ish qeveritë e kaluara dhe BDI-n duke theksuar se kjo çështje është dashur të kryhet që nga viti 2003. Pavarësisht shumë kritikave nga opozita për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, kryeministri Kristian Mickoski dhe zëvendës kryeministri Izzet Megjiti theksojnë se ky ligj do të jetë më i miri dhe më funksionali. Mickoski tha se ligji është për të gjithë qytetarët dhe garanton që përfaqësimi në institucionet publike do të bazohet në përgatitjen profesionale dhe jo në përkatësinë politike apo etnike. Ai bëri të ditur se ligji mund të dërgohet që sot në Komisionin e Venecias për vlerësim dhe më pas do të procedohet në Kuvend për miratim. Така што еве да почекаме да се Të presim opinionin e Komisionit të Venecias dhe më pas ligji do të dorëzohet të gjithë deputetëve në kuvend. Ata do të kenë mundësi të propozojnë amendamente. Nëse ka pajtim rreth formës përfundimtare, ligji do të votohet dhe do të hyjë në fuqi. Duam që gjithçka të bëhet siç duhet, pa e kthyer këtë në çështje politike. Ndërkaq, zëvendës kryeministri Izzet Megjiti, duke drejtuar një sër akuzash për ish-qeverinë, tha se me këtë po zgjidhin një çështje që është dashur të kryhet që nga viti 2003. Pra këto në 2020 në fushatën pse jo kryeministër shqiptar, me kusht nëse bëhet kryeministri shqiptar, kanë thënë që çështjen e balancuesit apo keqpërdorimet që bëhen me balancuesit do t'i zgjidhen me zgjidhje ligjore. Nuk e kanë pas guximin që ton me ligj të posaçëm, po me zgjidhje ligjore dhe ne domethënë po e bëjmë në këtë qeveri në vitin e parë, pra po mbyllim një çështje që është dashur të mbyllet në 2003 e këndej. Kujtojmë se ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të martën ka kaluar në seancë të qeverisë, ndërsa pasi të dërgohet në Komisionin e Venecias, autoritetet shtetërore sharojnë se do të ketë debat publik dhe i njëjti do të procedohet në Kuvend për miratim. Partitë opozitare shqiptare kanë ritheksuar se nuk do të vetojnë pro propozim ligjit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Ziadin Sela tha se me këtë ligj nuk është bërë asgjë tjetër, përveç se është rregulluar me ligj keqpërdorimi që bëhej dikur me balancuesin. Vazhdojnë reagimet e partive opozitare lidhur me ligjin e miratuar në qeveri për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Kreu i Aleancës për shqiptarët Ziadin Sela tha se me këtë ligj nuk është bërë asgjë tjetër përveç se është rregulluar me ligj keqpërdorimi që bëhej dikur me balancuesin. Ai ka deklaruar se Fronti Evropian nuk do të mbështesë këtë propozim ligj, ndërsa shpreh gatishmërinë për të ndihmuar shumicën parlamentare në krijimin e një ligji më të kompletuar. Në dy faqe ligj, apo nuk është bërë gjë tjetër vetëm se është rregulluar me ligj keqpërdorimi që i bëhej balancuesit. Në nenin 6 të këtij propozim ligji thuhet që çdo qytetar në çdo moment ka të drejtë të deklarojë përkatësinë e tij etnike ashtu siç do ai. Deklaratat e tipit që kjo çështje do rregullohet me letërnjoftim është klishe, është rrënë e madhe. Propozim ligjin e shumicës parlamentare e ka kundërshtuar për të satën herë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Për më tepër, integristët vlenin e kanë quajtur edhe mbetje, duke thënë se nga mungesa e dijes dhe servilizmit kanë rënuar modelet më të suksesshme të marrëveshjes së Ohrit për demokraci konsensuale. Nuk e kuptuan balancuesin, i cili nuk ishte një instrument administrativ për punësime, por një mekanizëm i konsensualitetit dhe mbrojtjes që siguronte përfaqësim të drejtë, pasqyrim të realitetit demografik dhe ndalonte majorizimin në institucione shtetërore. Nuk e kuptuan as modelin e dy drejtorëve me nënshkrim të përbashkët në sektorin e shëndetësisë. Historia do t'i mbajë mend me emër e mbiemër të gjithë ata që prekën themelet e demokracisë konsensuale dhe ndihmuan në përmbysjen e një modeli që funksiononte. Ligji për përfaqësim të drejtë është i papranueshëm edhe për Aleancën për shqiptarët e Arben Taravarit nga ky subjekt. Thonë se ligji në fjalë nuk është garanci për barazi reale për shqiptarët, por thellon diskriminimin, thonë se si subjekt që nga fillimi kanë paralajmëruar me këmbëngulje se ky ligj përmban kurthe të rrezikshme.
Fatkeqësisht, ajo që paralajmëruam sot po bëhet realitet. Përfaqësues të Vlenit jo vetëm që nuk e kundërshtuan këtë produkt politikisht të dëmshëm, por po krekusen me krenari për një ligj të hartuar nga Tanja Karakamisheva Jovanovska, figurë e njohur për përpjekjet e saj sistematike për të relativizuar marrëveshjen e Ohrit dhe për të zhveshur përfaqësimin etnik nga çdo garanci konkrete. Dje, qeveria e ka miratuar ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i njëjti fillimisht do të dorëzohet për mendim në Komisionin e Venecias e më pas do të sillet në kuvent për tu miratuar. Kreu i qeverisë Kristian Mickoski ka komentuar deklaratën e zëvendës kryeministrit Arben Fetajit se do të realizohen 2500 punësime të reja të shqiptarëve. Kryeministri nuk e ka komentuar drejt për drejt deklaratën e zëvendësit të tij, por ka thënë se qeveria ka arritur sukses të madh duke krijuar 10.000 vende të reja pune. Kryeministri Kristian Mickoski i pyetur nga televizioni Shenja për deklaratën e zëvendës kryeministrit Arben Fetajit se do të realizohen 2500 punësime të reja të shqiptarëve. Tha se qeveria e re ka krijuar plot 12.000 vende të reja pune, duke rritur numrin e të punësuarve nga 690.000 në 702.000. Si kažofme дека некогаш треба работите. Ne kemi më shumë se 10.000 vende të reja pune prej që jemi në qeveri, dhe kjo është e qartë edhe nga Enti Shtetëror i Statistikave. Nga 690.000 të punësuar në 3 mujorin e parë, kemi arritur në 702.000 të punësuar. Ato janë 12.000 vende të reja pune, të cilat i ka krijuar qeveria e re. Lidhur me punësimet, sot reagim pati nga Aleanca për Shqiptarët, krahu i Taravarit, të cilët publikisht e pyetën zëvendës kryeministrin Izet Megjiti se sa shqiptar janë punësuar nga 12.000 vende, aq sa ka deklaruar kryeministri Mickoski. Sipas tyre, në të njëjtën ditë kur qeveria një etnike e drejtuar nga VMRO DPMNE miratoi propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, institucionet shtetërore vazhduan të thellojnë diskriminimin dhe përjashtimin e qytetarëve shqiptar nga administrata publike. Nëpërmjet Agjencisë për Administrat, Fondi Pensionar dhe Invalidor i Maqenisë së Veriut shpalli konkurse për 23 vende pune, të gjitha të vendosura në rajonin lindor të vendit, zona ku nuk jetojnë shqiptar. Kjo praktik përjashtuese është shembull më i qartë i asaj që nënkupton përfaqësimi drejt në versionin e ligjit të Karakamishevës, 23 punësime për Maqedonas, 0 për shqiptar. E pyesim publikisht liderin e Vlenit, Izet Megjiti, nga këto 12.000 punësime, sa janë shqiptar. Ditë më parë, zëvendës kryeministri Arben Fetaj deklaroi se për disa muaj janë duke u realizuar 2500 punësime dhe 800 avancime të shqiptarëve, që siç tha ai, janë më shumë se BDI për një mandat. Deputeti i Frontit Evropian Bejxhan Ilias ditën e djeshme në Kuvent ka mbështetur me votë për disa propozim ligje të cilat ka kohë që nuk votoheshin në Kuvent për shkak të mungesës së badinterit. Këtë çështje e ka komentuar sot Zjadin Sela, njëri prej liderëve të Frontit. Ai ka deklaruar se respekton parimin e autonomisë së veprimit të çdo deputeti. Paralajmërimet për lëvizje politike nga njëri kamp politik tek tjetri duket se kanë filluar të formalizohen edhe pse jo zyrtarisht. Deputeti i Frontit Evropian Bejxhan Ilias ditën e djeshme në Kuvendin e Maqedonisë ka mbështetur me votë për disa propozim ligje të cilat ka kohë që nuk votohen në Kuvend për shkak të mungesës së badinterit. Për këtë veprim të Ilias u pyet në konferencë Zjadin Sela, që është formalisht njëri nga krerët e Frontit Evropian, i cili mes tjerash tha se nuk mund të flas për veprimet individuale të deputetëve dhe se për këtë duhet të flas vetë deputeti Bejxhan Ilias. Sela tha se është kundër lëvizjeve politike dhe marrjeve të deputetëve, thot se Ilias nuk e ka konsultuar fare për këtë veprim. Respektoj parimin e autonomisë së veprimit të çdo deputeti, se në fundit është përfaqësues popullit, apo? Po nuk është kjo formë. Nuk mendoj që ndërtojmë politikë çndosh, me këto forma kur mundohemi që të marrim këto ose të marrim ata. Në qoftë se ka ndonjë qëndrim nga ndonjë deputet, edhe në kuadër të aleancës, po them, që është ndryshe nga aleanca, unë mendoj që qëndrimet duhet shprehen fillimisht këtu.
Megjithatë, Ilyas nuk është deputeti i vetëm opozitar që ka votuar këto propozim ligje, sepse të njëjtët me vot për i kanë mbështetur edhe deputet të Aleancës së Taravarit dhe deputet të LSDM-s opozitare. Në klinikën për sëmundjet e fëmijëve, kryeministri Kristian Mickoski, ministri i shëndetësisë Azir Aliu dhe drejtori i klinikës Recep Mehmeti promovuan realizimin e 11 projekteve në pjesën e infrastrukturës dhe furnizimit me aparaturë bashkëkohore mjekësore. Ministri i shëndetësisë Azir Aliu tha se synimi i tyre është që të gjitha klinikat të jenë të pajisura në mënyrë infrastrukturore dhe teknologjike dhe me staf të mirë. Tri janë shtyllat kryesore që shëndetësia të jetë afër qytetarëve. Shtylla e parë është infrastruktura, nuk kupton drejtori veç e ka bërë këtë dhe ka rinovuar brenda. Shtylla e dytë është teknologjitë, të cilët lidhen me shërbimin e doktorëve dhe shtylla e tretë është mjekët, të cilët janë specialistë, po gjithashtu edhe investohet në edukimin e tyre. Ministri i shëndetësisë Azir Aliu ka folur sot për vendimin që të shfrytëzohen 300 vend parkime në objektin e Limak, me qëllim që të lirohen vend parkime në qendrën klinike. Ai ka shpjeguar se mjekët dhe personeli mjekësor janë shprehur të kënaqur me zgjidhjen e përkohshme për problemin me parkingun në qendrën klinike. Mjekët po na telefonojnë dhe na thonë, na shpëtuat, kemi makina të shtrenjta të gërvishtura dhe të dëmtuara jashtë, dhe në qenë se nuk ka kamera, nuk dim ku t'i raportojmë, tha Aliu. Ndërkohë sindikata e qendrës klinike thotë se punonjësit kanë shprehur mos pajtimin e tyre me memorandumin e nënshkruar, i cili do të kërkojë që 300 punonjës të qendrës klinike të largohen, duke parkuar në garazhin e afërt të Limak dhe duke ecur 5 minuta për të shkuar në punë për të krijuar vend për pacientët. Në kuadër të javës Çame që këtë vit po zhvillohet në motën Trëndafili Çamërisë, shoqata kulturore Vizioni M organizoi sot një aktivitet simbolik ku një karavan me vetura u zbarkua me simbole çame dhe kombëtare. Siç u shprehën organizatorët, qëllimi i aktivitetit ishte shpalosja e elementeve të trashëgimisë kulturore, krenanisë kombëtare dhe kujtesës historike që lidhet me çështjen çame. Me ngjyrat e flamurit kombëtar dhe simbolet e identitetit çam të vendosura mbi karavane dhe vetura, rrugët e qytetit sot morën një pamje ndryshe. Nga shoqata kulturore Vizioni M, të cilët organizuan këtë event, thanë se zbukurimi i veturave dhe karavaneve nuk ishte thjesht një formë dekori, por një mënyrë për të rikujtuar të kaluarën e dhimbshme të popullit çam, për të afirmuar identitetin dhe për të kërkuar drejtësi në mënyrë paqësore e dinjitoze. Abdullah Berisha nga kjo organizat theksoi se ishte një emocion ndryshe dhe i dyfisht, ku nga njëra anë mbizotron ndjenja e gëzimit kur sheh të rinjt që i bashkangjiten këtyre aktiviteteve dhe nga ana tjetër ndjen dhimbje kur kujton thelbin e tyre. Atëherë kjo aktiviteti sotëm ishte një nga aktivitetet më guerile, themi, të aktiviteteve të javës Çame, të titulluara si vjet në moton Trëndafili Çamërisë. Siç mund të shihni, veturat ishin të zbukuruara me flamuj kombëtar shqiptar dhe me flamuj me simbole të motos, pra Trëndafili Çamërisë. Kaluam diku 4-5 kilometra rrugë nga dalë të përcjell me muzikë çame, duke ngjall interes të madh nga banorët shqiptar këtu dhe shpresoj që ja kemi arritur qëllimin. Është më të vërtetë janë emocione të përziera, është gëzim kur i sheh që të rit i bashkangjiten aktiviteteve, po është njëkohësisht ajo mërzia për çka është thelbi i aktiviteteve, gjenocidi dhe trauma që kanë përjetuar çame. Ndërkaq, organizatorët e konsiderojnë këtë aktivitet si një formë të fuqishme ndërgjegjësimi qytetar, ku arti, simbolet dhe rrugët bashkohen në një mesazh të përbashkët, që kujtesa nuk duhet të shuhet. Kujtojmë se aktiviteti për çështjen çame filloi më 21 qershor dhe do të zgjas deri më 27 qershor, ndërsa përmes tyre synohet të ngrihet vetdia për të kujtuar gjenocidin çam që ndodhi 81 vite më parë, me qëllim që historia të mos harrohet dhe e vërteta të vazhdoj të dëgjohet. Drejtoria hidrometeorologjike ka njoftuar se nesër dhe pasnesër pritet që moti të jetë shumë i nxehtë. Temperatura e ditës parashikohet të jetë mbi 30 gradë Celsius, ndërsa në disa vende nesër pritet të kalojë edhe 40 gradë.
Parashikohet që të premten pasdite edhe në orët e natës në disa vende të ketë mot të paqëndrueshëm me shi të rrëmpyeshëm dhe bubullime. Vende kjo manifestohet në formë të motit me erë të fuqishme dhe kushte për paraqitje të breshërit. Udhëheqësit e vendeve nga 32 vendet aleate të NATO-s janë përfshirë presidentin shëbaz Donald Trump, janë mbledhur për një seancë pune vendimtare në samitin e NATO-s në Hag. Tema kryesore e takimit është marrja e vendimit për shtimin e shpenzimeve për mbrojtjen dhe për armatosjen e NATO-s, që do të jetë më të mëdhat që nga fundi i luftës së ftohtë. Deri në vitin 2035, shpenzimet për mbrojtjen pritet të arrijnë në 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Deri tani ka qenë 2%. Liderët e NATO-s u mblodhën sot në Hag për një samit historik që synon forcimin e aleancës mes kërcënimeve globale në rritje, ndërsa sekretari i përgjithshëm Mark Rutte propozoi që të gjitha shtetet anëtare të ndajnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto për shpenzimet e mbrojtjes. Në fjalën e tij në fillim të samitit, Rutte e përshkroi mjedisin aktual të sigurisë si të rrezikshëm për 1 miliard qytetarët e aleancës, duke përmendur luftën e Rusisë në Ukrainë, konfliktet në lindjen e mesme, terrorizmi në rritje dhe sfida teknologjike. Rutte tha se ky veprim është i nevojshëm për të furnizuar me burime planet operacionale të NATO-s dhe për të rritur gatishmërinë e përgjithshme. Kjo e bën edhe NATO-n më të drejtë, shtoi ai. Sipas tij, për një kohë shumë të gjatë SBA-ja mbajti shumë barë dhe kjo ndryshon sot. Sot do të vendosim të shkojmë në 5%. Do të qëndrojmë të sigurt edhe të mbrojhemi nga kundërshtarët tanë, por është gjithashtu e drejtë të rreshtohemi me Shtetet e Bashkuara. Me këtë 5%, evropianët edhe kanadezët do të rreshtojnë shpenzimet e tyre të mbrojtjes me ato të Shteteve të Bashkuara. Pra, nuk bëhet fjalë për t'i bërë taksapaguesit amerikanë të paguajnë më shumë. Bëhet fjalë për t'i bërë evropianët edhe kanadezët të paguajnë më shumë. Ndërkohë, gjatë një konferencë të përbashkët për media me presidentin amerikan Donald Trump, Rutte tha se pa Trumpin nuk do të kishte qenë e mundur të sillnin shpenzimet e aleatëve të NATO-s në 5%, po ashtu ai theksoi rëndësinë e rolit të Trumpit në parandalimin e përshkallëzimit të konfliktit mes Izraelit dhe Iranit. I just want to recognize your decisive action on Iran. Thank you. You are a man of strength, but you're also a man of peace. And the fact that you are now also successful in getting this ceasefire done between Israel and Iran, I really want to commend you for that. Thank you. And I think this is important for the whole world. Ndërkaq presidenti Trump tha se sulmi në Fordo, ashtu si në Hiroshima, I dha fund luftës. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. Objektivi I propozuar parashet që deri në vitin 2035 shpenzimet për mbrojtjen të arrijnë në 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Aktualisht ato janë 2%, në të ardhmen të paktën 3.5% e PPB-s duhet të shpenzohen për shpenzimet e zakonshme ushtarake. Përveç kësaj, në shumën prej 5% do të merren në konsiderate dhe investimet për luftën kundër terrorizmit ose për infrastrukturën që mund të përdoret edhe nga ushtria. Zyra qeveritare për media në rripin e Gazës ka thënë se ushtria izraelite hap qëllimisht zjarr me municione të vërteta mbi palestinezët që përpiqen të marrin ushqim nga qendrat e ndihmës SBA Izrael. Zyrtarët thanë se civilët janë në prag të urisë ditët e fundit, janë shënjestruar në zonat e ndihmës të përshkruara si kurthe vdekjeje. Të plagosurit që kanë mbritur në spitale kanë plagë të paqëndruara në zona jetësore si koka, gjoksi dhe gjymtyrët e sipërme. Kjo tregon qartë se snajperët qëllojnë në mënyrë të qëllimshme me municione të vërteta, tha një zyrtar palestinez. Ai tërhoqi vëmendjen se ekipet mjekësore kanë identifikuar shumë gjymtyrë të humbura dhe dëmtime serioze të indeve midis të plagosurve.
Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë pretendoi se autoritetet e Kosovës kanë dëbuar edhe një tjetër pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, i cili jetonte në Kosovë, përkatësisht në Shtërps, komunë me shumicë serbe në jug të Ibrit. Sipas njoftimit të kësaj zyreje, ky pjesëtar i MPB-s serbe po kthehej në Kosovë nga Maqedonia e Veriut, kur u ndalua në pikën kufitare në Han të Elezit. U dëbua gjatë natës nga Kosova dhe aktualisht ndodhet në Serbi. Sipas të dhënave të zyrës për Kosovën, ky është polici i 11 serb që është dëbuar nga Kosova. Megjithatë, autoritetet kosovare nuk kanë bërë të ditur se sa pjesëtar të MPB-s serbe janë dëbuar deri më tani. Policia e Kosovës është deklaruar vetëm për rastin e parë më 15 qershor, kur është konfirmuar se një polic serb i është hequr e drejta e shtetësisë së Kosovës me arsyetimin se kishte rrezikuar sigurinë kombëtare. Shikues të nderuar, këtu është fundi i lajmeve. Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.